Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Koment i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 24 qershor dhe Kisha Ortodokse na ofron lexojmë nga letra e Apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 13, vargu 11 deri në fund, kapitulli 14, vargu 1 deri në vargun 4. Le të lexojmë këto pjesë të kapitullit 13 dhe 14 dhe t'i komentojmë sipas heturve. Dhe këtë aq më shumë duhet ta bëjmë, duke ditur kohën, sepse tani më erdhi ora të zgjohemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Nata u thye dhe dita u afrua. Le të flakim pra veprat e errësisë dhe le të veshim armët e dritës. Le të ecim me ndeshmëri si ditën, jo në orgji dhe në deje, jo në imoralitet dhe sensualizëm, jo në grindje e në smir, por vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos tregoni kujdes për mishin që t'ja kënaqin lakmin. Dhe jemi në vargun në kapitullin 14, vargu 1. Pranoni atë që është i dobët në besim pa i qortuar për mendimet. Dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë, ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte. Ai që ha të mos e përbuzë atë që nuk ka, dhe ai që nuk ka të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia ka pranuar. Kush jeti gjykon shërbysin e tjetrit? Ai që ndron mbi këmbë ose rrëzohet është punë e Zotit të tij, por ai do të qëndrojë sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë që qëndrojë në këmbë. Pra, kjo është ajo pjesë që lexojmë sot nga letra e Apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 13 nga kapitulli 14. Fillojmë me kapitullin 13, vargu 11, ku na thuhet: edhe këta më shumë duhet ta bëjmë duke ditur kohën, se tani më erdhi ora të zgjohemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Sipas heturve të Kishës, për shembull Shën Johan Gojarti, ai na thotë se gjumi nuk është gjumi fizik, por plogështia shpirtërore, pakujdesia ndaj shpëtimit dhe jetës, sikurse Perëndia nuk do vi kur për të na gjykuar. Por Zoti na tha që të rivzgjohet jemi gati, sepse nuk e dim kur vjen i Zoti i shtëpisë. Pra, do të jemi vigjilent. Por çështja është se besimtari shpeshherë e ka dhe një gjumë shpirtërore. Shën Agustini e lidh këtë me kthimin e tij personal, kur ai ishte në dyzimet e tij mes filozofisë dhe krishterimit, dhe ai kur e lexoi këtë pjesë të letrës Apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, u trondit dhe kjo bëri atë kthesën e tij. Sipas Shën Agustini, njeriu mund të jetë i pagëzuar ose dhe një besimtar, por ende jeton në një gjendje gjumi pa zell për Perëndin. Shumë njerëz e kalojnë jetën e tyre me punë, me angari, ose me grumbullinë e pasurive, ose me rrjetet sociale dhe me argëtime, siç është dhe sot trendi i turizmit, por pa menduar për përjetësinë. Se një ditë ata do të largohen nga kjo jetë dhe atë ditë mund të vi krejt papritur. Prandaj Apostulli Pavli thotë zgjohu, pra jesëll, përgatitu përpara gjykimit të Perëndisë. Zgjohu dhe mos e shtyp pendimin për nesër, sepse askush nga ne nuk e di ç'do të sjellë e nesërmja. Pra, vjen e nesërmja për ne apo jo? Vargu 12 na thotë: nata u thye dhe dita u afrua. Le të flakim pra veprat e errësisë dhe të veshim armët e dritës. Si të kuptojmë këto vargje? Nata është bota e mëkatit dhe padijes. Dita është hiri i Krishtit dhe ardhja e Krishtit dhe shfaqja e mbretërisë së Perëndisë në tokë. Armët e dritës janë virtutet, është besimi, lutja, dashuria, durimi. Shën Johan Gojarti vëren se Apostulli Pavli nuk thotë vetëm të shmangim të keqen, por të vishemi me të mirën. Pra, nuk mjafton vetëm të mos mëkatosh, duhet të jetosh në mënyrë aktive për Perëndin. Duhet dim se nuk ka një vend neutral, sepse disa njerëz mendojnë se ka një vend neutral, pra ne nuk bëjmë keq, pra nuk jemi me djallin, por nuk i zbatojmë ose nuk pranojmë vullnetin e Perëndisë dhe gjejmë një zonë neutrale. Mirë me Zotin, mirë me djallin. Nuk ka zonë neutral. O je me Zotin aktiv që zbatosh porositë e tij dhe përmbushësh vullnetin e tij, o do jesh me djallin dhe në indiferencën tënde, duke mos bërë atë që duhet bësh, dhe patjetër që njeriu nuk ka një vend të mesëm, asnjëanës, o me Zotin o kundër Zotit. Si tha Krishti, kush nuk mbledh me mua, shpërndan. Kush nuk është me ne, është kundër nesh. Pra, edhe sot, largimi nga veset nuk është fundi i jetës së krishterë. Pra nuk do të themi që kjo është e keqe dhe nuk e bëjmë më. Duhet të bëjmë të mirën për të zëvendësuar të keqen. Pra duhet ta zëvendësojmë me vepra të mira, lutje, shërbim, e t'ja përkushtojmë gjithkohën Zotit. Por le të flasim për vargun 13, le të ecim me ndeshmëri si ditën, jo në orgji dhe në deje, jo në imoralitet dhe sensualizëm, jo në grindje dhe në smir.
Apostol Pavli këtu rendit 6 mëkate. Fillon me orgjit, siç bënin dhe paganët, me dejet po ashtu që ishin brenda këtyre orgjive, imoraliteti seksual dhe gjitha këto, si thash, i bënin paganët dhe ishin pjesë të ritualit tyre, sensualizëm, grindje dhe smir. Shikoni se Apostol Pavli liston duke filluar nga kënaqësitë e mishit dhe mbaron në pasionet e zemrës. Kjo tregon se mëkati nuk është vetëm veprim i jashtëm, ai fillon brenda njeriut, siç e tha te Krishti, nga zemra e njeriut pra dalin mendimet e këqija, blasfemit, vrasje, tradhtia bashkëtorë, moraliteti, gjitha. Pra, njeriu nuk mëkaton vetëm me veprim, por mëkaton dhe me mendim. Dhe ne do gjykohemi nga Zoti jo vetëm për veprimet, por dhe për mendimet. Një person, për shembull, ndoshta nuk vdehet dhe nuk kryen moralitet, por ai brenda tij mund të ketë zili, urrëtie dhe rivalitet. Kështu që kjo nuk e bën atë të pafajshëm përpara gjyqit Perëndis. Përpara njerëzve dhe në gjykatën njerëzore ai nuk mund të gjykohet për mendimet dhe motivet, por përpara Zotit që gjykon edhe motivet e zemrës, patjetër që do gjykohet dhe këto janë veprat e errësirës. Flasim zilia, çmira, dhe që sjellin edhe grindje dhe armiqësi dhe rivalitet. Le të flasim dhe për vargun 14 të kapitullit 13, por vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos tregoni kujdes për mishin që ta kënaqin lakmin. Si të kuptojmë këto vargje? Sipas Shën Agustinit, Apostol Pavli është duke na thënë që jo ta urrejmë mishin, por të luftojmë pasionet e mishit. Do dim se ky është një nga vargjet që ndikoi në jetën e Shën Agustinit, si shtam që ai të largohet nga jeta mëkatare dhe të përkushtohet krishterimit, të pendohet, pagëzohet edhe pastaj të bëhet një shërbys i kishës dhe i popullit Perëndis derisa u shenjtërua. Dhe kjo fjalë çoi atë në pendim, të vishësh me Krishtin. Pra, jo vetëm largohesh nga mëkati, po të vishësh me Krishtin. Do me thënë, të bashkohesh me Krishtin në mënyrë misterore dhe të mendosh si Krishti, të duash si Krishti, të jetosh sipas urdhërimeve të tij. Kjo do të thotë jesh i krishterë. Të krishterë nuk bën thjesht emri ose edhe një mister ceremonial që shumë njerëz fatkeqësisht e bëjnë, por bashkimi me Krishtin. Pra, të qenit i njëjtë me Krishtin në jetën tënde. Prandaj, mos tregoni kujdes për mishin, thot apostulli, nuk do thotë ta urrejmë trupin. Për krishterimin trupi nuk është burgu i shpirtit, por është bashkëpunëtor. Apostulli Pavli shpjegon sipas Etrave se nuk duhet të kujdeset me tepri për trupin, pra të ushqejmë pasionet, si ai kali i cili vetëm nuk punon, pra hjedh vickla. Edhe trupi ynë i cili nuk ka ngarkesën ose asketizmin, patjetër që ai do hedh vicklat e pasioneve. Kështu që duhet i vëjmë fre trupit ton. Prandaj është dhe ajo jeta asketike brenda kishës. Pyetja praktike për neve sot është apo e përdor trupin si tempull Perëndis apo si mjet për lakmi, për seksualizëm, për kënaqësi. Le të flasim edhe për kapitullin 14, vargun e parë. Pranoni atë që ishit dobët në besim, pa e qortuar për mendimet. Çfarë kuptimi ka? Sipas Shën Johan Gojartit, i dobët nuk do thotë i keq. Pra duhet të sqarojmë gjërat. Pra ai është një njeri me ndërgjegje të brisht që ende nuk e ka kuptuar plotësisht lirinë e të qenit i krishterë. Dhe këtu po flitet për disa besimtarë që akoma ishin në ndikimin e ligjit mozaik dhe të traditave ose zakoneve judaike. Por edhe sot, kur dikush ka një bindje të ndryshme për çështje dytësore, për shembull në formën e mënyrës së agjerimit, tradita, zakone të ndryshme shpirtërore që nuk janë me të madhe, pra janë si të vogla, njerëzore, duhen trajtuar me durim dhe jo me përçmim. Pra, duhet kemi unitet, jo uniformitet. Pra, brenda kishës ka dhe disa hapësira që disa njerëz zgjedhin një formë agjerimi e cila si të mund të jetë më ekstreme, dikush e ka më të lehtë. Por kisha ka vendosur një standard. Pastaj çdo kush është i lirë sipas mundësisë për të kaluar këtë standard, për të bërë diçka më tepër ose edhe për ta minimizuar sipas gjendjes së tij, ose edhe formimit. Pra, duhet dim se një besimtar nuk formohet me një herë. Nuk lind besimtar, bëhet besimtar. Dhe si ajo, si trupi, si foshnja, si urtësia njerëzore që merr zhvillim për ditë. Kështu edhe formimi shpirtëror është i vazhdueshëm. Prandaj dhe kisha me durim trajton besimtar në formimin e tyre
derisa i përmbush ata dhe krijon atë unitetin e komunitetit. Por lexojmë në vargun e 2 të kapitullit 14 ku na thuhet: dikush mendon se mund të haj nga çdo gjë, ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte ose lakara. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për vegetarizëm, pra kisha nuk ka një recet vegetariane, që fatkeqësisht sot ka hyrë në botë dhe është bërë trendi nga këto fetë lindore, budizmi, hinduizmi, por çështja është se frika e disa të krishterëve që disa ushqime mund të i shikonin të papastra sipas ligjit të vjetër judaik. Duhet dini që ligji mozaik ose judaik kishte disa ushqime të papastra, por këto u hoqën nga krishterimi sepse dim dhe vegimin që pa dhe Apostull Petro, që Zoti i tregoi atë polurën plot me kash, me zvarranik, të cilët ishin papastër për ligjin mozaik, por Zoti i tha Apostull Petro në mënyrë figurative, alegorike, therr dhe ha. Duke thënë ato që Perëndia pastroi ti mos i quaj papastër. Kështu që këtu kuptojmë jo vetëm kombet do bëhen të pastër nëpërmjet mistereve të kishës, që është pagëzimi dhe mirosja, por edhe ushqimet sot që ishin të ndarë në atë kohë në mënyrë pedagogjike nga Zoti nuk janë të papastër kur ato merren me falënderim. Por ka disa njerëz që disa ushqime i quajnë të papastër dhe nuk mund t'i hanë. Kjo nuk mund ta bëjë neve që të krijojmë konflikte dhe ndasi brenda komunitetit krishterë. Prandaj duhet pasur ajo si dhe toleranca. Jo të gjithë mund të ecin me të njëjtin ritëm në jetën shpirtërore, disa kanë liri më të madhe, disa kanë nevojë për më shumë kohë. Pra duhet pasur durim. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun e 3 të kapitullit 14, ai që ha të mos përbuzë atë që nuk ka, dhe ai që nuk ka të mos gjykojë atë që ha, sepse Perëndia e ka pranuar. Këtu Apostull Pavli ngre një çështje shumë serioze. Pavli qorton të dyja grupimet që janë ekstreme, si them, majtas djathtas, të fortët për krenarin, të dobtit për gjykimin. Shën Joarti thotë se krenaria e të fortit dhe gjykimi i dobtit janë po aq të rrezikshme. Duhet pasur shumë kujdes. Gjithmonë duhet ndjekur rruga e mesme, ortodoksisë ose rruga e artë. Një besimtar nuk duhet mendoj unë jam më shpirtëror se tjerët ose vetëm unë kam të drejtë. Perëndia e ka pranuar secilin prej nesh, pra e tham dhe përsërisim brenda një komuniteti mund kemi dhe mendime të ndryshme për çështje ndryshme për gjëra që nuk janë bazike për shpëtimin tonë. Të gjitha këto mund t'i pranojmë brenda një komuniteti dhe mund të bashkëjetojmë me njëri tjetrin derisa të mund të arrijmë te një unitet, por nuk mund të bëhemi shkaktarë dhe përçarë për gjëra të tilla të vogla. Le të flasim edhe për vargun e 4 të kapitullit 14, që është edhe i fundit që lexojmë sot. Kush je ti që gjykon shërbysin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet? Është punë e Zotit të tij, por ai do të qëndrojë sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Pra, Apostull Pavli, ashtu si dhe Krishti, kërkon të heqë frymën e gjykimit. Dhe kjo është një nga qortimet më të forta kundër gjykimit të afërmit. Shën Theofilakti thotë se çdo i krishter është shërbëtor i Krishtit. Zotëria është Krishti dhe jo ne. Vetëm Perëndia i njeh zemrat, motivet dhe luftrat e fshehta të njeriu. Prandaj duhet kemi kujdes nga fryma e gjykimit. Mos dallojmë gabimin kur nuk kemi autoritet të dënojmë zemrën e personit. Pra, nëse ne nuk kemi një episkop, nuk kemi një prift ose nuk kemi një mësues në kishë, pse duhet ta bëjmë rolin e mësuesit, dhe drejtuesit? Si thotë Apostolli, mos u bëni shumë mësues se do keni shumë gjykim. Atyre që e kanë marrë këtë status, këtë hir, kanë përgjegjësi dhe kanë përgjegjësi për ta kryer atë me drejtësi dhe do përgjigjen para Zotit. Por kur nuk e ke, pse merresh me tilla gjëra? Sepse shpeshherë komunitetet vuajnë nga thashethemet ndërmjet grupimeve të vogla. Dhe duhet kemi kujdes nga gjykimi përfundimtar. Ne nuk mund të përjashtojmë një njeri dhe themi që ai nuk shpëton sepse ai nuk bën si ne, nuk mendon si ne. Gjykimi përfundimtar i takon vetëm Perëndisë. Prandaj, etrit e kishës i përmbledhin të gjithë këtë pjesë me këto mesazhe. E para, zgjohu shpirtërisht sepse koha e shpëtimit po afrohet. Braktis veprat e errësirës dhe jeton në dritë, vishu me Krishtin dhe lufto pasionet, i durueshëm me vëllezërit që janë në nivele të ndryshme të pjekurisë shpirtërore. Mos e vendos veten në vendin e Perëndisë duke gjykuar të tjerët.
Prandaj, sipas e tërve, shenjtëria nuk matet vetëm nga sa agjeron ose sa di, por nga sa je i veshur me Krishtin dhe sa dashuri dhe dallim tregon ndaj të tjerëve. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe komendi për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.